rrjeshtojnë vjedhjet e tyre. Dhe ka njerë që thonë, aman, vjedhje. Sigurisht që ne nuk mund të rrim pa i thënë, se pastaj nuk përmbushim vetën tonë. Por e vërteta është që ata vetëm vjedhin. Ky është problemi. Ata në hajdut të pamshirë. Dhe tani që janë kap, mbi bazën e denoncimeve tona, tani shpo ndodhë. Tani po bën ligjin. Mburoj për të vazhduar vjedhjen vetë dhe ministrat e tij. Gjushtetësht. Po bën ligjin për të paralizuar sikur ndonjëherë drejtësinë. Miq, se këtu ka një propagandë shumë të keqe. Hema se kështu janë ta një lloj, jo më jo kur. Kujtojni pak o miq. Në vitin 2011, unë i kam dhënë asaj Ina Rams epitetin më të merituar. S'po e përdor këtu tani. Por ama falni, mbrapa, pavarësisht nga epiteti im, kur ajo kërkonte imunitetin e deputetëve, kur nuk mendohej ta bllokonin në asnjë mënyrë. Dhe se cilit ministër, apo zëvendës kryeministër që u kërkua imuniteti, edha vetë, e dorëzoj vetë, dhe u paraqit. Tani, Edi Rama kërkon të na thotë, ju kemi vjedhë dhe të vjedhin. Dhe ka 3 muaj që mban shoqërinë shqiptare peng, ka 3 muaj që të kapur në flagrancë me vjedhjet që shkojnë mbi 1 miliard euro. Jo, thot, nuk mundet të pezullohet, nuk mundet të hiqet imuniteti. Sot shkonte dhe vajtonte derdhenot për lindën e Akshit. Lindë e Akshit që drejtonte sipërmarrjen, e cila merrte peng biznesmen. Keni dëgjuar ju? Ndërmarrje shtetërore, agjenci shtetërore që merr peng biznesmen? Nuk kam dëgjuar në botë. Kam dëgjuar që narkoshtete, kartelet marrin peng, po këto i merr vetë shteti, i mirë të Gysi. Ergyz Agasi me urdhër të Trams, organizon të po pse? Sepse Bazhanaku i tij duhet të fiton të çdo tender. Mund të rjeshtoj shumë, por moment me kritik për vendin nuk ka patur. Ndaj dhe ne si demokrat, na takoj t'i dalim për zot një misioni të ri. Dhe ky mision është shpëtimi i Shqipërisë nga kjo narkodiktaturë, nga kjo diktaturë autoritare. Shpëtimi i saj. Askush s'mund ta bëjë me këtë. Mos dëgjoni ju, se është propagandë e shprenuar, kriminale. Po ne, me gjithë se u përpoqen të zhdukin. Është shu apo jo? U përpoqen të na vendosin fasad të qeverisë. Ja u rikujtoj këtu demokrat. Një javë pas zgjedhjeve të prillit 21, më vjen këshilltari i huaj i zgjedhjeve,
me të cilin kishte një vit që punonte, dhe më thot, Sali thot, zoti Sali thot, në qoftë se si fitojmë këto zgjedhje, si thua ti për një koalicion të madh, çfarë i them? Koalicion të madh. Jo, i thashun se kjo është një fatkeqësi e madhe për ne pasaj, se po si fituam, po vendi don opozit. Don qeveri, don opozit, si t'ja bojmë kështu, po. Tha, po të ndodhi, thash, unë do ta kundërshtoj me gjithë forcën time. Aty. Pra, çfarë i kishin bashkuar letrat? Donën që Shqipërit mos t'ishte opozit. Dhe ju dini pastaj kalvarin që kaluam, po mbjetuam. U ngritëm. Dhe shqiptar, sa do që u përpoqet nga demonizonin, përsëri, nuk na hoqën besimin. Sa do që u bë një propagandë të mërshme kundra nesh, përsëri sot do jemi forca kryesore besimit të tyre. Po, tani ne jemi ballë për ballë. Po, tani jemi në betejë. Ne kemi faktur shqiptarëve dhe botës se Edi Rama është një armik i egër i votës shqiptarëve. Se nuk respekton as një nen, as një norm, as një ligj. Dhe nuk len as gjë pa bërë për të kontrolluar votën e shqiptarëve. Nuk e vën kush më në diskutim. Ne i dolëm zot votës, e mbrojtëm. Dhe e gjithë dërmëtarja e tij u denoncua botërisht. Kjo, çfarë na duhet ne? Çfarë vlerë ka për ne? Po, ka për vlerë, se ne jemi njerëz të parimeve, njerëz të idealeve demokratike. Kjo na jep ne drejtën të përdorim çdo mjet kundër kësaj qeverie për zimën e saj. Është e paligjshme. Kjo është qeveri e paligjshme. Kjo qeveri nuk buron nga vullneti i qytetarëve shqiptar, por buron nga farsë elektorale dhe s'meriton asnjë ditë të ekzistojë. Pra, arritëm këtë. Së dyti, pra ata që thash, u janë lodhur vesht duke ndëgjuar denoncime, vjedhje, abuzime, vjedhje. Unë u them atyre njerëzisht, mos u mërzisni, se ne do ta bëjmë patjetër atë detyrë. Ne nuk do të pajtohemi kurrë me plaçkitjen dhe grabitjen e shqiptarëve. Por, tani çfarë dolin pa? Dolin pa që njeriu që vraponte për të arrestuar kundërshtar politik, pas një fakt dokument, tani me kamiona dokumenta, do të bllokojë drejtësinë.